Agrikultura dhe zhvillimi rural duket se do të jenë dy fushat me përparësi në bashkëpunimin dypalësh me Shqipërisë dhe Izraelit. Këto e ka bërë të ditur kryeministri Rama me njëherë pas kthimit nga Holanda në takimin në Tiranë me ministrin e Agrikulturës së Izraelit zotin Yair Shamir. Nga ky takim, kryeministri ka nënvizuar gatishmërinë e qeverisë në rritjen e nivelit të bashkëpunimit në fushën e zhvillimit të bujqësisë në Shqipëri, ndërsa në fjalën e tij ministri Izraelit u shpreh se kjo vizitë ndikon në zbatimin e projekteve konkrete në fushën e zhvillimit rural. Më herët, gjatë vizitës së tij në Holand, kryeministri Rama ka mbajtur një ligjëratë në Institutin e Hagës për drejtësi globale mbi Europën, Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor, nga ku ka theksuar vendosmërinë e qeverisë për integrimin në Bashkimin Evropian, duke e vlerësuar antarësimin si një proces transformues në kuadër të ndërtimit të një imazhi të ri për Shqipërinë europiane. Qeveria jonë e re po punon mbi imazhin e vendit dhe ne mbetemi të hapur ndaj çdo sugjerimi. Megjithatë, kjo nuk është diçka që ka lidhje vetëm me imazhin, por çka është më thelbësore, kjo ka lidhje me transformimin. Procesi i integrimit është një instrument i jashtëzakonshëm transformimi. Mendoj se marka e vendit tonë, por gjithashtu e të gjithë rajonit është thelbësore për aftësinë e tij në tërheqjen e turizmit dhe investitorëve. Po para se gjithashtu dhe veçanërisht, është e rëndësishme të ndryshojmë qëndrimin e të tjerëve ndaj nesh. Shqipëria është aktivisht e angazhuar në promovimin e projekteve dhe nismave konkrete të bashkëpunimit mes vendeve të tij, si element kyç për suksesin e integrimit evropian. Rama nuk ka lënë pa përmendur edhe rëndësinë e projektit TAP, i cili sipas tij do të sjellë bashkëpunime të tjera ndërmjet vendeve të rajonit në rrjetet globale të zhvillimit.